Mbyllet votimi, 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Kuvendi ka rrëzuar me forcën e kartonëve të Partisë Socialiste kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut, teksa në sallë ishin 128 deputet, vetëm 47 vota ishin pro kërkesës për arrestimin e Ballukut, ndërsa 82 ishin kundër. Ndërkohë, nga majoranca kishte disa mungesa në sallë, që nga ish-ministrja Elisa Spiropali, deputeti Fatmir Gjafaj dhe Blendi Gonxha dhe vet Balluku që nuk ishte e pranishme. Në favor të socialistëve ka votuar edhe Partia Social-Demokrate. Prokuroria e posaçme i ka kërkuar Kuvendit autorizimin për arrestimin e Ballukut, duke argumentuar se deputetja ka intimiduar dëshmitarët dhe mund të përbëjë rrezik për provat në hetim. Megjithatë, Partia Socialiste i ka dalë në krah deputetës së saj dhe ka vendosur të refuzojë kërkesën e SPAK, duke mbajtur qëndrim kundërheqjes së imunitetit. Pas vendimit të sotëm të Kuvendit ka ardhur reagimi nga ambasada gjermane në Tiranë. Ambasada e Gjermanisë thekson se ndjekja e korrupsionit në nivele të larta duhet të zbatohet shpejt dhe pa pengesa, duke kujtuar se këto janë kushtet në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Parlamentarët e Partisë Socialiste